Ja ku jemi me të ftuarën e parë për ditën e sotme, miq të dashur, dashur në pjesën e dytë për ditë të mbar. Dhe shumë pozitive e ftuara e parë, aq më tepër, po I pëlqen shumë edhe ambienti, kështu që kush e di, mund ta mbajmë këtu në program, okay? Është me mua Leonita Bajra, në fakt menaxhere seniore e programit që është një program vullnetarizmi edukativ, nëse thash mirë, është nga OIC-ja Toka. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Më vjen shumë mirë që të duket pritë e mirë, po ka dalë një, do të mirë. Bëj shaka edhe zakonisht për Tom të shkosh në intervista, pyetja e parë? Varet. Kur po është modi që se I zën, po, ama sot nuk pritova, sot mirë dita, mirë ka. Dash më tepër të kanë pëlqyer ambientin me që është era në këtë studio. Po, e vërtet. Mirë, kështu që na vizitosh shpeshherë. Po, arsyeja kryesore, në fakt Leonitën e kemi prej Gjilani. Po, është e vërtet. Këtë informacion. Është psikologe, e mora këtë informacion. Po, me rëndësishme është në fakt ato çfarë ne duhet të diskutojmë sot është për këtë thirrjen e hapur për vullnetarizëm edukativ, që I bie të jetë tamam, ne kemi pasur para ca viteve ke qenë me Afroditën, kolegën tonë, keni treguar se më duket sot flasëm këtë vit gjenerata e 6 e super arsimtarëve, por ta shpjegojmë ndoshta për miqtan të ri të këtij programi që ndoshta nuk e kanë ndjekur atë kohë. Patjetër. Çfarë që përmendte është programi quhet vullnetarizmi edukativ, po nëse mendojmë çka, veç nëse e dëgjojmë emrin, I bën vullnetarizëm, bëjmë punë vullnetare, mirë po edhe mësojmë diçka prej saj. Kështu që I bën në një farë formë jemi tu po tu bo, edhe të mësuan në të njëjtën kohë, po edhe tu ndihmu dikujt. Thirrjen e kemi rihap këtë vit për herë të 6, për shkak se kemi pauzuar një 3 vite. Pse pauzuat? Dashëm me pru diçka më të re, me ndryshu diçka në program, për shkak se 5 vitet e kalume ka qenë nuk ka pas shumë ndryshime të mëdha, e kësaj here dashëm që vetëm për shkak të ndryshimeve. Për shkak të ndryshimeve, me rishikuar edhe një herë programin, me rishikuar ku po ka pak më shumë vazhdueshmëri, nëse mund të them, programi të cilat shkolla, të cilat komuna e krejt kështu. Edhe kemi sjell këtë vete kemi fokusin në shëndetin mendor të trive. Vitet e kalume kemi pas pjesën bazike të vullnetarizmit edukativ, por kësaj here vendosëm që me e shtu edhe komponentën e shëndetit mendor, që po I bën ka me pas në program të përfshim edhe këto. Me këtë rast mësimdhënësit e shkollave fillore munden me apliku, domethënë për shkak pse mundesh me na pyet pse nxënës të mësimdhënës të shkollave fillore mund me apliku, është se programin e kemi të dizajnuar për klasë 6 edhe 9, për nxënësa që janë në klasën 6 edhe 9. Më lesh një të pyes. Domethënë kjo është vetëm për arsimtarët ata që në fakt mësojnë nxënësit të vegjël fare I bie, shkolla fillore. Jo domosdoshmë, klasa 6-9 bjen 11 nëse s'ka bëj deri 14-15 vjet. Për këtë, kështu I prej në klasën e 9. Çast. Po mësimdhënësit jo domosdoshmë kanë me pas nxënësit që ata japin mësim ose që janë kujdestar të asaj klase, po thirrja bëhet e hapur mandej edhe për nxënës. E bojnë mësimdhënës vet në shkollën e tyre, ku tregojnë që po hapet një klub, për shkak se hap tjetër ose pjesë e programit edhe klubet e supervullnetarëve që kemi bagi moti po vazhdojnë hala. Këta super vullnetarë, duhet të jenë pa diskutim, arsimtar, mësues? Super arsimtarët, se I kemi shumë superat, kështu që super arsimtarët duhet me qenë mësimdhënës, për shkak se programi implementohet në shkollë. Nuk implementohet në kurrikul ose në orë mësimore, mirë po është ekstra kurrikular pas mësimit. Është diçka shtesë që ata munden me e bo për nxënësit e tyre, e super vullnetarët janë nxënësit që kanë me marrë pjesë në klube. Nëse mund kanë nisur sepse kanë nisur me 15 maj duket aplikimi, kanë nisur të dërgojnë. Po bashmirë është u shku, të bëjë se prekim punën mos ta marrin sysh. Mirë po shkon, është hap, mirë po ka me u mbyll me 10 qershor. Me 10 qershor. Vjen javën tjetër në gjysmë të javës, kështu që ka met edhe ndoshta një javë. Jeni befasuar këtë vit duke qenë që pauzuat 2 vite, për shkak 2-3 vite më duket, 3 vite, s'kena pas. Befasuat që ishin të interesuar për aplikime? Ishim në dilemë. I kena pas këtë dilemën, a kena me pas aplikime apo njerëz ndoshta
kanë me harru programin, s'ka me pas aplikime, po na dul kjo ana e mirë që pat begje dhe jemi të prit halaq me marrë dhe prej këtë komunave të këtë cilat i kemi hapë thirrjen për to. Pra komunat janë, unë përshikoj edhe këtu në fakt në faqen tuaj tokaviskës.org. Komunat janë Kamenica, Lipjani, Skëndera, Istogu, Klina, Shtim, Podojev, Ferizaj, Pej, Gjakov, Hani e Lezit, Suarek dhe Prishtina që janë ka kryeqyteti në fund. Por janë ca komuna në fakt që duke pasur që janë edhe pjesët më të largëta ndoshta të Kosovës tonë të vogël, edhe që keni bërë shumë mirë, jam duke parë për shembull Kamenicën, Hani e Lezit, Kufi fare. Po bashkë Kufi valla. E më shumë nga janë deri tani këta që kanë aplikuar? Deri tash ka pas prej Prishtinës. E kemi prit, prej Skenderajt ka prej Suharekës, ka Gjakov, ka edhe prej Ferizajt kanë apliku këto ditë e fundit, edhe prej Lipjanit deri tash. Po nuk ko mujt me shkryr sot, kështu që nuk e dia ka aplikuar ndaj kush tjetër, po jemi të prit tash prej komunave të tjera këto ditë. Të ka befasuar ty vetë për shkakun ka aplikuar ndonjë kolege jotja, shoqe ndoshta, shok, i ke parë aty? Kësa herë jo që i kom njohur për vitet e kaluara, më ka ndodhur. Është interesant kur e sheh shokun tënd se mandej ose shoqen, e qysh me vlerësuar edhe këtë tash. Është interesant, po si shkon vlerësimi? Janë dy faza. Faza e parë është që kjo ku aplikojnë, se është një kriter, janë disa kritere nëse mund me i thonë edhe ato që tash. Një prej kritereve kryesore është me e gjetë një koleg ose kolege që të bashkohet në këtë nismë, të përbashkët. Po nuk e gjeti, nuk vjen dot, nuk aplikon? Po nuk e gjeti, është aplikon vitin tjetër. Është problem me që jenë vetë për shkak se nëse i ki 20 nxënësa, që të vinë problem me i menaxhu. Një asistente në një mënyrë. Janë si bashkëlider, muj me thonë. Është periudha e gatë, prej shtatore deri në qershor, e keni një klub, e vesh një person lodhet, duhet dikush me të motivu pak, kështu që janë dy persona që të paktën që duhen me qenë bashk. Mandej, normal, motivi e këto u krejt, edhe duhet me mbush formë në aplikimit të dy kolegët. Nëse unë e mbushe, është një pyetje, ku më thotë, cili koleg do të aplikoj bashkë me ty. Edhe unë thëmë, Maxi. Andaj Maxi do të me apliku pashtu, edhe me dhonë emrin të. Do të me emrin tënë. Që na me di që dytë jeni të pajtimit. Tjetër, Që na me di që ju keni full, jeni dakordu, edhe jeni në rregull për me vazhdu me këtë pjesë. Që kjo është faza e parë, faza e aplikimit, edhe mandej ka me pas edhe më shkon se unë dikur kam konkuruar, madje kam nisur në disa muaj në një shkollë të japë mësim. Hajde mëre, atë morim. Sa që, do me thënë, më shumë më futën me mik, sepse drejtori i shkollës sime, që ishte mësuesi im, më pas u bë drejtori i arsimit në qytetin tim, takoj bababin e tha me njerë bjere Maxin në aty, kështë edhe ndoshta mund më shkoje. Tash edhe në atyrin kështë që shënoj emrin tim. Pa tjetër. Po është interesant të punosh edhe me fëmijë, po gjithçka bëhet në mënyrë vullnetare apo jo? Krejt është në mënyrë vullnetare. Edhe nxënësit, edhe mësimdhënës kanë me qenë të angazhuar në mënyrë vullnetare. Mirë, po për mësimdhënës na organizojmë një trajnim që ka me qenë 7 ditë në gusht. Jo ka me qenë po tamam një javë, mirë, më dogë që më thonë në javë, thash jo. Një javë. Një javë mahet në gusht, ku trajnohen për metodologjinë edhe e prekim këtë pjesën e shëndetit mendor, se është pjesë kurrikulës ose të programit që kanë me e marrë të gatshëm me klubet e tyne, dhe mandej vetëm vazhdojnë me takime ku takohen në baza javore. Një herë në javë të marrin takohen me nxënësit që i bashkojnë klubit të tyne, edhe mandej implementojnë projekte në shkollë, të cilat i financojmë me një shumë modeste edhe na si toka. Edhe ju si tokë. Ju ndihmon dikush tjetër? Juve si OJQ, për shembull, nuk e di. Kemi donator. Nuk e ndihmon, flasim për qeverinë, shteti, ministria. Kemi bashkëpunime edhe me komuna, po kemi bashkëpunime edhe me komuna, me DK, po ka grandet që japin edhe institucionet. Qëndrojnë te komuna, se me këtë kryesorin e kena pak probleme me këtë qeverinë kryesore për momentin. Më mirë te komunat. Kam një pyetje që ndoshta do të shohim një kurreshte, për shembull këta vullnetarë dhe që mësojnë fëmijët në këtë moshë. A ka fëmijë që nuk janë fare, për shembull, në shkollë dhe mund të jenë të pranohen? Ndodh ndonjëherë?
Jepet hapësira, a mundet të ndodh kjo? Jepet hapësira, nuk është që nuk jepet, veç mandej është problemi i orareve që nuk ju përputhet. Se zakonisht ka dhe kërkesa që na vinë, amoj, anja dhe pse shumë nga komunitetet rom, ashkali, pranohen. Patjetër, do të ishte mirë kjo. Ideja është që me mujt me përfshi sa më shumë. Që ata edhe kemi aktualisht klubet që kemi aktive janë kryesisht në zona rurale. Kështu që ata e majnë mas shumëti se është një send që edhe piu pëlqen, po e bojnë, po edhe ka vazhdueshmëri begi më të madhe në krahasëm me zonat më urbane, qytetet nëse me thonë. Nëse ktheheni, natyrisht ky do të jetë gjenerata e 6, nëse ktheheni duhet kujtuar gjeneratën e parë nisjen startin, ne kishit frikë, ishet atëherë ti punoje këtu. Shumë mirë, Nuk e qenë. Nuk kam qenë, po atëherë, domethënë këj programi ka është rezultatin e bashkëpunimit që kemi me një organizatë që është në Rumani, e cila e bën këtë metodologji për më shumë se 20 vjet. Në Rumani? Në Rumani. Edhe në këtë projekt tash ku jemi të bë klubet dhe kemi bashkëpunime me ta, kështu që jemi në mënyrë paralele. Goxha janë me disa gjëra si ne më duket. Po, jemi të e bu një ulëm tembile. Goxha janë, edhe në duke madje nga njerë. Duke si shatë pëmase. Se dim nuk shumë më duken. Ka mundësi, s'po di shatë temperament, Ballkanas. Balkan, gjakur e kanë. Po, tash, programin që jemi të e bojme në bashkëpunim edhe me Institutin e Psikologjisë, edhe me këtë organizatën që është në Rumani. Edhe jemi të anën, e krymë tamam pjesën e mbledhjeve dhanave në teren, ku jemi të hulumtu për sfida që i kanë trit për shëndetje mentor, në mënyrë që prej dhanave që dalin me bo programin që ka me u përdor në klube kur t'i hapim simdhënst. Që njëherë jemi siguru që peshuem të rririn qa po kërkën, që me ditë mandej që ka me ofru të mësimdhënst që kanë me u trajnu në kusht në këtë program. Në gusht më pas njës direkt në shtator. Munden direkt me fillu me rekrutim, mandej kur do që i rekrutojnë nxënësat e tyne, vazhdojnë me takime edhe na i ofrojnë mbështetje vazhdimisht. Bile se cili klub e ka nga një mentor që i vizitojnë edhe kanë komunikim të vazhdueshëm me ta, për çdo send që munden çapo di që mund me u dalë gjatë punës me klubin e tyne. Kushtar jam të di përsa përket vullnetarëve arsimtar që kanë përvojnë në këtë lëmi. A janë të gatshëm? Kanë qenë, vazhdojnë të jenë të gatshëm të marrin pjesë? Po, e kemi një klub Blen Kamenic, që është një mësimdhënës që 7 vjetë. Ai nuk e kanë ol asnjëherë klubin, asnjëherë. Edhe kanë njerë bojmë ai gare me to i thojmë, ku pe gjenat motivim? Se sot për shembull në kohën që ka ardhur në këtë krizë ka ardhur edhe vullnetar punon në shkollë aty, domethënë në farë mënyrë nëse mund ta përdorim të shprehje, tharto trunin me fëmijët që duhet ta bësh një gjë të tillë, më pas shkosh përsëri si vullnetar është pak problem. Po e mira është që janë shkollat e tyne. Nuk kanë me dalë për te saj, kështu që janë në ato ambientet që janë të familiarizuar, edhe si me thonë në shtëpia jonë, hajde bëjmë diçka më shumë sa që e bojmë në shtanë për diqëmëri. Ke nisur ti direkt si vullnetare apo me njerë këtë kanë ftuar si menaxhere? Ja. Edhe pse menaxhere seniore, ma shpjego pak sa këtë, nëse mund ta di. Po më qëshu. Unë e kom nisë si vullnetare, unë vetë kam qenë lidere e klubeve, që ashtë e kom fillu. Me aplikim edhe ti? Edhe unë me aplikim e me interviste, që është farmiku. Edhe unë e kom fillu kështu, mande jëm bo pjesë e programit, po atëherë kam qenë asistente e projektit, edhe mande tash jëm në rolin e menaxheres seniore të projektit, shkon vetëm në bazë të përvojës edhe performancë, si kemi qështu. Më mirë menaxhere apo ku ishe edhe vullnetare? Fytje mirë. Se di në shtatë vullnetare më konë mirë, se s'deshe shumë. Nuk e të në këtë pjesën e brendshme, po është interesante edhe që shka ndodhë dhe që realizohen senet. Po mu më ka rama ndej një periud edhe me punu, edhe me kry klubin, e që aja u konë periuda ma interesant në shtatë që me thonë. E desha që ndodhë mena ekipës, organizimin, po e desha që atë me bo ma ndej knej me nxënësat që kanë qenë në klub tem. Më thuaj aty ku jeti në OEQ Toka janë më shumë gra? Po, ma shumë apo ka dhe burra? Ka dhe burra, po dominojnë gratë. E tek vullnetarët që marrin pjesë, tek pikërisht tek arsimtarët? Të arsimtarët është zakonisht një mix. Nëse kujtojmë ato 5 vitet Po, jam të kësy që ashtu si mbrapa. Ose këta që kanë aplikuar këtë vit për shembull, shikoni më shumë burra apo gra? Ma shumë ka gra se burra. Gra përsëri. Ma shumë burra. Turp t'ju vje burra. Ta themi këtë. Ama burra është ai që ka nejtë mas gjatë të posë. Po, 7 vite, ishte Kamenicës. Jo, ka, tash kemi sa kanë betë. Aktiv që janë 3 burra. Ata që na ndjekin, ato që na ndjekin tani, kemi bërë një sfidë të madhe për të qëndruar shumë, sidomos gratë.
Të kalojnë. Jo, kemi, po dominon ma shumë gjinia. Nuk është në një përparësi, ndoshta kjo ta quajmë tek OJC-ja toka, ndoshta ka më shumë tema për gra, nuk ka të bëj fare kjo. Jo, shumë janë tema të përgjithshme. Jo, nuk e kemi atë pjesën që aden si me thonë, po e një program të veçantë vetëm për gratë. Që shkon më shumë grave, nëse më ndëqojmë. Është i përgjithshëm. Janë më të përgjithshme. Jemi të fokusuar në edukim edhe në përmirësim të kësaj pjese dhe mirëmi me rinin. Po që edhe ka rinia, ma shumë ka qika që vojnë punë vullnetare sa djemë. Nuk po thomë që dallon shumë, është pak ma e për afërt në të trit, po prap, dominojnë gratë dhe vajzat. Ti e nga Gjilani, por jeton në Prishtinë. Jo, në thoj pe Gjilani, valla, si të jesh Prishtinë. Nga jo rruga që nuk u bëjende. Që s'po kryet kur. E di pse të pyet çfarë thot familja, për shembull, për punën tënde? Në fund, kjo shpytja e fundit. Okej. Po pas shkojmë edhe një për thirrjen e tash unë kur shkoj shprej kam i vetë çamë në një për punën tënde. Po më që nuk shih se tash asë. Më çik, po merr një punë tjetër, paguhesh më mirë, ku ta diun, vullnetare. Kështu ju pëlqen, ju vjen interesant ç'a bëj, se ka bagi diversitet në punën që e bëj, s'është më thonë ai sen. E kanë ditë që sa ka përzi. Si flet ti, duket nuk bësh kur më nerva, aq më tepër në këtë profesion. Po pasi. Na i harbona atë. Nganjëherë bësh. E kam përshtypjen e tillë njerëz, po nuk është e zvona. Mirë, ti bëjmë edhe një herë tjetër për gjithë ata që natyrisht mund të aplikojnë, shkojnë tek tokaviz.ks.org, aty është momenti apliko. Po ashtu e kemi në Facebook, e kemi edhe në Instagram, TikTok, ka kena mujtë e kena qita. Po në Facebook përshto që është ma shpesh, ma shumë po mujnë me mbri, si më thënës, nuk e di pse, nështë ta e përdojnë ma shumë, se kemi një pyetje ku e ke marrë informatën, kështu edhe në Facebook. Aplikimi mbyllet edhe një javë, apo jo? Një javë, dhe ditë, pibjanë fakte, dhe ditë me 10 është dita e fundit kur munden me aplikum, si më thënës. Mi shpresoj të ecin mbar dhe mos e ndaloni, sepse është një metodë shumë e mirë dhe shpresoj të keni ato frutet që ju i keni menduar, i keni analizuar mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për praninë tënde.